Seria e mozaikëve në Muzeumin Hatay në Antakya të Turqisë është tejet I gjatë dhe mbreslënës. Në to paraqiten tema të larmishme, duke filluar që nga dekoracionet e deri te portrete e njerëzish anonim, shenjtorësh, muzash dhe perëndijsh të antikitetit. Mirëpo interpretimi I tyre është I thatë dhe ato konsiderohen si dekoracione, meqense janë gjetur në dyshemet e kishave dhe vilave të kohës, në nderim të personazheve të rëndësishëm të antikitetit. Duke marrë në shqyrtim një nga këta mozaik të shkëputur, do t'i jep një këndvështrim I ri, do t'i hidhet më shumë dritë. Bëhet fjalë për sotirian, që në greqishten e vjetër dhe të re do të thotë shpëtim. Po pse autori ka zgjedhur një portret gruaje për këtë mozaik, kur nuk njihet ndonjë personazh I kohës apo I antikitetit I rëndësishëm si sotiria. Përveç kësaj, mund të themi se kjo fjalë është përdorur shpesh në Testamentin e Ri, por nuk njihet në një personazh me këtë emër. Këndvështrimi I ri që do t'i bëhet sipas gjuhës shqipe sjell rezultate interesante që dalin përtej këndvështrimit klasik, duke mos e mohuar narrativën historike, pra ku sotiria përkthehej si shpëtim, por duke hapur një dimension të ri kuptimor, të fshehur, mistik dhe filozofik. Struktura gjeometrike e mozaikut është shumë domethënëse. Kornizat tetëkëndshme me një rreth të dhëmbëzuar në qendër mund të interpretohet në shqip si një rebus, vërtet, pra e vërteta. E vërteta është simboli I çlirimit, dhe ky çlirim gjendet brenda matriksit. Tre rreshtat me bedena simbolizojnë pengesën që duhet të kaluar për të dalë nga ky matriks. Pra, në një farë mënyre legalizohet edhe interpretimi klasik se aty gjendet shpëtimi. Mesazhi që doli përforcohet nga vetë shkrimi që është ndarë nga autori, që fare mirë mund të vendoste të pandarë mbi kokën e portretit të gruas, këtë fjalë. Por që ai e ka ndarë këtë për të lënë një shteg të ri interpretimi, për të vënë intuitën në punë. Pra, ai nuk e ka dhënë gjithçka të gatshme, duke lozur me shikuesin. Vetë shikuesi apo kritiku merr kënaqësi kur I gjen kleçkat e përdorura, siç ishte rasti I rebusit të përdorur, ashtu edhe në lojën e fjalëve. Në shqip, sotiria, duke e ndarë në një mënyrë tjetër, mund të lexohet si sotiria, pra sytria, bëhet fjalë për syrin e tretë. Kjo nuk është një rastësi fonetike apo ngjashmëri, por një qelës interpretimi. Syri I tretë është simboli universal I zgjimit, I intuitës, I koshiencës dhe shikimit përtej këtij realiteti që njihet nga pesë shqisat. Portreti qendror I figurës femërore është po aq thelbësor sa shkrimi dhe elementet e tjerë të mozaikut. Shikimi I saj jo drejt shikuesit ose vrejtësit tregon se ajo është në botën e saj, në tjetër dimension. Ky profil përdoret nga autori si mjet shprehës I qëllimshëm. Pra, e vërteta që ai shikon gjendet brenda vetes. Kjo syti ka drejtuar nga tetëkëndshi, që ne e tham se simbolizon të vërtetën. Qëndrimi meditues dhe sytë e qartë, buzëqeshja dhe gëzimi që ajo merr nga pamja e të vërtetës japin asaj një vibrim dhe rrezatim. Flokët e valëzuara mbi dhër të dorës janë shprehje këtij emocioni në mënyrë figurative. Guri në formën e syrit vertikal në ballë është simbol I njohur dhe tregon syrin e tretë që ajo e mban si një xhavahir në krye. Pra, ai nuk mund të jetë dekorativ, por është si një fitore, si një kup. Ky detaj e përforcon interpretimin e deri më tanishëm se mozaiku flet për zgjimin e brendshëm. Të vërtetë, në këtë dritë, mozaiku I soterias nuk është vetëm një
vepër dekorative arti apo fetare, por shndërrohet në një mesazh të koduar mistik që ka ridal edhe njëherë mbi sipërfaqen e dheut për të folur pa fjalë në këto ku njerëzimi ka nevojë aq shumë për këto mesazhe. Edhe pse bota duket e madhe dhe aq e larmishme, gjuha shqipe bën një lidhje të ekstremeve që nuk i lidh asgjë, siç mund të lidhen në këtë rast dy fjalë si fjala sotiria dhe satori, që është një term japonez i budizmit zen që flet për simbolizon zgjimin e menjëhershëm, ndriçimin, hapjen e intuitës, një rrokje e thellë e realitetit përtej fjalëve, një ndryshim i plot i perspektivës, i ndryshëm nga njohuritë e thjeshta. Pra, pothuaj homonimia e fjalëve në dy gjuhë të largëta nga njëra tjetra, gjuha shqipe i afron, pasi të dyja kanë të bëjnë me syrin e tretë. Pra, satori në japonisht dhe sotira në greqisht, në shqip përkthehen si syri i tretë. Interpretim më të thellë mund të bëhet patjetër, por kaq është mjaftueshëm për të marrë mesazhin e qartë të këtij mozaiku. Faleminderit.